Së është që jam farfanë të bicikletave. Shumë problematik, se po shikoni këta me trotineta, është problemi me lëvizje këmbë, e lërë më diçka tjetër. Përdorimi i tyre ka fillu, edhe pse kryeqyteti nuk ka pas traditë të biciklizmit. Mendojmë që në qeverisjen e ardhshme të rrisim shtigjet për ciklist. Jo, mund të më konë investim për disa jo. Së është që jam farfanë të bicikletave, që ta ma shumë me komo se me autobus. Po shiko, ata sigurisht kanë mendu diçka për mirë, po tash varet çish dalin rezultatet. Është mirë për shkak se po tash edhe shtegu i bicikleta është shumë problematik, se po shikoni këta me trotineta, është problemi me lëvizje këmbë, e lërë më diçka tjetër. Prishtina Bike ka fillu, siç e dini, në një vit e gjysmëve që ka të operimit, edhe mundim me thënë që është një projekt i suksesshëm. Është i vendosur në 10 stacione në kryeqytet me gjithsej 100 bicikleta. Përdorimi i tyre ka fillu, edhe pse kryeqyteti nuk ka pas traditë të biciklizmit për shkak edhe të shtigje, për shkak edhe të terrenit dhe konfigurimit gjeografik, mirëpo me statistika që kemi prej fund vitit 2024 ka kalu numrin të regjistruar me në 6.000, dikun të është ta 2.000 janë aktiv. Nuk mund të presim rekullira në këtë fazën e parë. Mendojmë që në qeverisjen e ardhshme të rrisim shtigjet për ciklist, të riformatizojmë, rikonstruojmë ato ekzistuese, të cilat do të kalojnë në formë tjetër të operimit, edhe sigurisht me operator privat të mendojmë për idenë e bicikletave elektrike, për shkak se qyteti në 4 lagje të maja është e përfshim në lartësi më të madhe, ajo sigurisht se atëherë mundemi me kërku performancë më të mirë prej projektit.